Së pari, duam të shprehim një falënderim të sinqert për të gjithë qytetarët që sot dolën dhe ushtruan të drejtën e tyre demokratike. Pjesëmarrja e juaj është dëshmi e pjekurisë sonë demokratike dhe përgjegjësisë që qytetarët e Kosovës tregojnë ndaj të ardhmës së vendit. Faleminderit secilit qytetar që vendosi të mos qëndrojë anash, por të bëhet pjesë aktive e vendimarrjes. Një falënderim i veçantë shkon për të gjithë ata qytetarë që na besuan dhe na votuan. Gjatë gjithë ditës kemi thënë, me përulësi dhe përgjegjësi, se mbështetja që po marrim ka një peshë të veçantë. Sot, bazuar në të dhënat dhe sinjalet që ne kemi nga tereni, e ripërsërisim këtë mesazh. Kjo votë po shkon drejt të qenët vendimtare dhe historike për Partinë Demokratike të Kosovës. Kjo na nderon, por mbi të gjitha na obligon para qytetarëve, dhe ky është një mesazh i qartë i tyre për më shumë stabilitet, më shumë unitet, më shumë zhvillim dhe një jetë më të mirë për secilin. Është kërkesë për qeverisje serioze, të përgjegjshme dhe të ndërtuar mbi interesin publik. Në këto momente, kur kanë mbetur edhe pak minuta deri në mbylljen e vendvotimeve, ftesa jonë është e qartë dhe e drejtë për drejtë. Nëse ende nuk e keni shfrytzuar të drejtën tuaj për të votuar, dilni dhe bëjeni këtë. Sot, çdo votë ka rëndësi dhe çdo qytetar, veç e veç, mund ta bëjë dallimin. Gjysmë ore kohë për të votuar mund të jetë një hap i vogël për ju, por është një hap vendimtar për të ardhmen e vendit tonë. Demokracia forcohet kur qytetarët marrin pjesë, kur flasin përmes votës dhe kur besojnë se ndryshimi është i mundur pikërisht përmes votës së tyre. Sot është dita për ta përmbyllur këtë proces në mënyrë të qetë, të dinjitetshme dhe me respekt për vullnetin dhe vendimin e qytetarëve. Faleminderit për besimin, për pjesëmarrjen dhe për përgjegjësinë qytetare që po tregoni sot. Nga të dhënat që ne kemi marrë nga tereni dhe që janë në dispozicionin tonë, nuk është raportuar për parregullsi të mëdha, pra në përgjithësi ka qenë një proces i qetë, dhe për sa i takon pjesëmarrjes, mendojmë që ajo është brenda asaj që edhe ne e kemi parashikuar. Tashmë kanë mbetur edhe gjysmë ore për të votuar, prandaj dhe po e bëjmë edhe një herë ftesën tonë që secili qytetar ta shfrytëzojë të drejtën për të votuar, sepse është një hap i rëndësishëm, duke ditur që ata me të vërtetë me votën e tyre mund ta bëjnë ndryshimin, ndërkaq nga të dhënat ato që janë publikuar edhe më herët, do ta shohim deri në përditësimin e të dhënave të reja, se cila do të jetë pjesëmarrja finale, por po mendojmë që do të jetë në ato vlera dhe në ata kufi, siç ka qenë edhe herën e kaluar, ndoshta me ndonjë lëvizje të vogël, por e rëndësishme është që njerëzit tanë, votuesit e Partisë Demokratike, edhe një herë, sikurse të gjithë votuesit e tjerë, kanë shfrytzuar të drejtën e tyre dhe veçanërisht për neve si subjekt politik, pra kjo votë për të ardhmen e subjektit tonë politik, po edhe për të ardhmen e shtetit tonë dhe qeverisjes në këtë vend, do ta ketë një peshë të veçantë dhe historike. Ne së pari nga mesazhet, nga të dhënat të cilat i disponojmë nga tereni, jemi shumë të bindur në një rezultat shumë të mirë të Partisë Demokratike të Kosovës, ashtu siç ka qenë edhe në zgjedhjet e kaluara, ashtu siç ishte edhe në zgjedhjet lokale. Qytetari i Republikës së Kosovës, në mënyrën më të përgjithshme dhe më të dinjitetshme të mundshme, po vazhdon ta përkrahë Partinë Demokratike të Kosovës, duke qenë forca numër 1 e shumicës shqiptare, siç ishte edhe herën e kaluar, por besojmë që kësaj radhe, duke bërë diferencën e tyre me vota, do të dalim edhe më mirë, edhe më fuqishëm, prandaj kjo neve na siguron që si Parti Demokratike do të mund t'i sjellim vendit më shumë stabilitet, më shumë unitet, më shumë zhvillim dhe një cilësi jetese më të mirë për secilën familje dhe secilin njeri në Kosovë. Faleminderit. Dikush tjetër? Faleminderit shumë.